Fshati turistik i Voskopojës ka qenë i mbushur me turistë gjatë kësaj fundjavë, duke e kthyer në një nga destinacionet më të frekuentuara të juglindjes së vendit. Vizitorët kanë ardhur jo vetëm nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, por edhe nga emigrimi. Ata kanë zgjedhur Voskopojën për dëborën, bukuritë natyrore dhe qetësinë që ofron. Përveç peizazhit dimëror, turistët janë ndërhequr edhe nga mikpritja karakteristike e zonës dhe kuzhina tradicionale. Për mjetë rritëve sociale, më interesova për vendin edhe fantazi. Në më thanë, që në Instagram njësoj. Ka një dritë të mrekullueshme për mua, edhe duke qenë që ne jemi ma afër nga të gjithë, nuk lëmë rast pa e shfrytzuar, sidomos mund të shihni edhe është jashtëzakonisht e frekuentuar. Voskopoja ka të bukur e bën një se këtë vend nuk të gjesh asnjë në një vend të Shqipërisë. Këtë të rrethuar me male dhe të fush brenda. Kjo dëbora i jep atmosferë tjetër. Dëbora, atmosferë me klima, është e shkëlqyer. Sipas operatorëve turistik, që nga data 23 dhjetor e vitit të kaluar e deri në këtë fundjavë, hotelet, bujtinat dhe shtëpitë pritëse kanë qenë të rezervuara në kapacitet të plot, si nga turistët vendas, ashtu edhe nga të huajt. Voskopoja ka mbi 800 vende akomodimi, çka e bën atë një nga zonat turistike më të përgatitura për të përballuar fluksin e vizitorëve gjatë sezonit dimëror.